Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta që ka habitur mjekët, ja si ti thoni lam të mirë diabetit, përdorimi i insulinës dhe medikamenteve duket i pa evitueshëm për njerëzit e diagnostikuar me diabet. Me kalimin e kohës, niveli i triglicerideve dhe i tensionit të gjakut tek personat me diabet rritet ndjeshëm, duke nxitur kështu përdorimin e njësër medikamentesh të cilët shkaktojnë dëm në organizëm. Të dhënat tregojnë se një regjim specifik ushqimor i cili përfshin fruta dhe perime të freskëta është shumë efikas. Regjimi i shëndetshëm ushqimor kundër diabetit: konsumoni fruta dhe perime ose të shtrydhura ose të plota. Ne ju sugjerojmë që t'i konsumoni më mirë të plota, pasi sasia e frutave në lëngje është më e madhe dhe si pasojë edhe sasia e sheqerit. Ju duhet një vullnet i çelikt dhe një përkushtim i fortë për të konsumuar vetëm ushqime të gjalla dhe njëkohësisht të pagatuara, derisa niveli i sheqerit në gjak të ulet. Fal nivelit të lartë të sheqerit në gjak, ju mundet që të humbisni akoma edhe më shumë në peshë. Nga ana tjetër, duhet të keni parasysh se në 4 muaj do të arrini të metabolizoni tensionin, peshën dhe trigliceridet. Regjimi me ushqime të freskëta do të bëjë që të jeni më në formë, dhe të gjitha këto arritje ndodhin falë zgjedhjeve të shëndetshme dhe jo ilaçeve. Sipas të dhënave, një nga lëngjet më të rekomanduara është pikërisht një kombinim fitues për shëndetin. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 5 kivi, një grusht me spinaq, 2 banane, 2 mollë, gjysmë litri ujë. Përgatitja: hidheni të gjithë përbërësit në një mikser dhe më pas përzijeni së bashku. Shtoheni ujin dhe përzijeni sërish. Pini rreth gjysmë litri të lëngut në mëngjes dhe pjesën tjetër gjatë ditës. Në qoftë se ju ndiheni të uritur, atëherë ju duhet që të hani fruta, sallata dhe peshk ton, sepse trupi do të ketë nevojë edhe për vitaminën B12. E bukura e këtij regjimi është se ju nuk do të ndiheni as pak të uritur. Truri dhe trupi e merr të gjithë informacionin që i nevojitet nga gjaku, ku edhe gjenden ushqyesit e tij më të dobishëm. Diabeti është një nga sëmundjet më të shpeshta të ditëve moderne. Shprehjet e ushqyerit dhe gjithashtu mënyra e jetesës kanë një rol tepër të madh në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Por edhe në ambientin në të cilin ne jetojmë ka një rol po ashtu tepër të madh. Statistikat tregojnë se numri i personave të cilët janë të diagnostikuar me diabet është gjithmonë më shumë në rritje. Por a e dini se përpos terapisë së mjekut, që zakonisht ka të bëjë me marrjen e insulinës, ju mundet që ta trajtoni këtë sëmundje edhe në mënyrë natyrale? Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 shkopinj kanellë, 1 lugë gjelle karafil dhe 1,5 litër ujë në shishe. Përgatitja: vendoseni kanellën dhe karafilin në sasinë e ujit. Lëreni këtë të qëndrojë për të paktën 4-5 ditë në frigorifer. Konsumoni nga 1 decilitër nga kjo sasi e ujit në stomak të zbrazët. Pasi të konsumoni 3 shishe të këtij ilaçi më pas, ju duhet që të pushoni për plot 15 ditë. Gjithashtu, këtu ne do t'ju njohim me disa nga ushqimet më të mira, të cilat ndihmojnë në luftimin e diabetit. Diabeti është një sëmundje kronike ku niveli i sheqerit në gjak do të rritet. Përveç terapisë me ilaçe, një dietë diabetike rekomandohet nga mjekët dhe nutricionistët. Për çfarë shërben kjo? Cilat janë ushqimet e rekomanduara dhe cilat janë ato që duhen shmangur? Në përgjithësi, dieta më e mirë për të ndjekur në rastin e diabetit është pikërisht zgjedhja e disa ushqimeve bimore që mund të rregullojnë nivelin e sheqerit në gjak, të shoqëruar me aktivitet fizik gjithmonë i rëndësishëm. Arrorët:
Në përgjithësi, arrat janë një zgjidhje shumë e mirë. Çdo lloj arre përmban një sasi të mirë yndyrash tepër të shëndetshme. Këto yndyra njihen për të përmirësuar gjithashtu edhe kontrollin e sheqerit në gjak. Çaji është plot me antioksidant. Shumica e mjekëve sugjerojnë që ju të pini çaj në baza natyrore ditore, jeshile ose çaj të zi, përsa ko është rreptësisht çaj pa sheqer të shtuar. Nga ana tjetër, ju duhet që të konsumoni dhe patate të ëmbël. Ne të gjithë e dim se patatet e bardha nuk janë të mira për shëndetin, por fatmirësisht na është dhënë një patate e cila ka mjaft përfitime shëndetësore, zvogëlon rezistencën e insulinës, ul kolesterolin dhe gjithashtu parandalon rritjen e sheqerit në gjak. Gjatë gjithë kësaj kohe hani një patate të ëmbël. Vaj ulliri. Vaj i ullirit është një nga burimet më të mira për të luftuar diabetin. Në mesdhe, vaj i ullirit është një element kryesor i cili gjithashtu kontribon në jetëgjatësi dhe në një mënyrë jetese tepër të shëndetshme. Tërshëra ndihmon trupin tuaj njëkohësisht që të ngadalsoj shndërrimin e karbohidrateve në sheqer. Ajo gjithashtu është e ngarkuar edhe me fibra. Sipas studimeve, konsumoni njëkohësisht edhe kanellë. Një nga gjërat më të mira është se kanella është një zëvendësim mjaft i mirë i sheqerit tek ëmbëlsirat. Studimet gjithashtu kanë sugjeruar se ajo mundet që të ulë nivelin e sheqerit në gjak. Shpargujt mundet që të zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve të zemrës duke përfshirë këtu diabetin e tipit 2. Është sugjeruar se mundet që të rrisë edhe prodhimin e insulinës. Nga ana tjetër, çokolata e zezë, për aq kohë sa është ekstra e zezë, sa më e errët të jetë çokolata, aq më pak sheqer, jo vetëm që është e pasur me antioksidant, por njëkohësisht është provuar që të zvogëlojë rezistencën ndaj insulinës. Spinaçi është tepër i shëndetshëm, por për diabetikët është njëkohësisht edhe mjaft i dobishëm. Zarzavatet me gjethe jeshile janë një nga ushqimet më të rekomanduara për diabetikët dhe spinaçi është shumë herë më i mirë se sallatat. Hudhra. Studimet e sugjeruara kanë treguar se hudhra mundet që të ulë nivelin e presionit të gjakut, nivelin e kolesterolit dhe shanset për të zhvilluar sëmundje të këqija. Molla gjithashtu është një nga gjërat më të mira për të luftuar diabetin, ulë rreziqet e sëmundjeve të zemrës, kolesterolin e lartë dhe njëkohësisht mban nivelin e glukozës në gjak. Farat e linit. 3 nga komponentët më të mirë për të luftuar diabetin janë të paketuara pikërisht tek farat e linit, yndyra të shëndetshme, fibra dhe njëkohësisht proteina. Kosi i thjeshtë. Kosi pa yndyrë është një ushqim super. Është sugjeruar se gjithashtu kosi e zvogëlon rrezikun e diabetit të tipit 2. Avokadot nga ana tjetër kanë aftësinë për të ulur nivelin e sheqerit tuaj në gjak. Ato gjithashtu luftojnë edhe sëmundjet e zemrës. Sipas ekspertëve mund të përdorni edhe kale. Kale është seriozisht një nga perimet më të shëndetshme në botë. Zvogëlon rrezikun e diabetit të tipit 2 dhe nivelin e sheqernave të atyre me tipin 1. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk ka për qëllim të mbulojë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.